Shaqir Totaj, kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës për një mandat të dytë në krye të komunës së Prizrenit, edhe pse i bindur se do ta fitonte që në raundin e parë, do të duhet të përballet sërish me qytetarët në balotazh. Një ditë para zgjedhjeve të 12 tetorit, në një prononcim për Kukës Televizion, Totaj ishte shprehur me bindje se gara do të përmbyllet pa nevojën e një raundi të dytë. Në Prizren deri më tani nuk ka ndodhur pa balotazh, edhe e rëndësishme është që ne do të fitojmë me apo pa balotazh, nuk ka shumë rëndësi. Por rezultatet përfundimtare të 12 tetorit treguan të kundërtën. Prizreni do të shkojë në balotazh me 9 nëntor. Në këtë garë të dytë përballë Totajt do të jetë kandidati i Lëvizjes së Vetëvendosje Artan Abrashi. Ndërkohë qytetarët e Prizrenit thonë se presin nga kryetari që do të marrë besimin e tyre të sjellë ndryshime pozitive dhe konkrete për komunën. Vota jonë është për me bën ndryshimin, pasi që për të 25 vite nuk kemi të kënaqur me zgjedhjet si janë zhvilluar, prandaj ftoj gjithë qytetarët që të vënë sa më shumë dhe të votojnë për ndryshimin, sepse vetëm me ndryshim dhe me guxim më të arrijmë qëllimet të qytetit tonë të dashur. Inshallah na sjellin rrisi, po në të gjitha se vetëm në një anë ndosh nuk thyt, në dy anë në qytet. Marr parasysh si partia do me punu për qytetarët. Praktika e zgjedhjeve të mëparshme në Kosovë ka treguar se fitoria në raundin e parë nuk garanton epërsinë në balotazh. Kështu gara për numrin 1 të Prizrenit pritet të jetë më e fortë, më e ngushtë dhe më vendimtare se kurrë më parë.